tash kemi takuar shumë tetovar. Edhe një panajër full me tetovar. Dhe jo vetëm. Nuk ishim mundësi të incitojmë të gjitha të... Në stendën e Pekit. Dhe në jetën që kompleksohemi kur flasim se ne përdorim fjalë të huaja edhe kur themi që... Në vend të fjalës shqipe. Një vetdije kolektive që ecën, unë kështu e quaj profesor Tupje. Tupe. Tupe. Lule. Po. Nuk po I lakoj më emër. Bukur, jo. Mund të lakoj të tjetë. Po, jam shumë kundër. S'ka rasat I zhduken. Po, I zhduken rasat. Po. Që të bëjmë? Hajde na përshëndet nga Maqedonia. Afroje mikrofonin, po? Këtu, mikrofon këtu. Po. Ke qenë ndonjëherë në Maqedoni? Maqedoni, jo nuk kam qenë. Kam qenë po aty afër liçenit, në liçen është Në Ohër? në Ohër tek ajo ndërtesë, ky vend që Zogu ja fali Shënon. Po aty dhe Shkëmbimin e territorit. Po, shkëmbimin e territorit. Po. Dhe jo, bëri mirë që ja fali, sepse do ishte kthyer nga Enver Hoxha, do ishte kthyer në kështu kooperativë bujqësore me dhënë. Jo, po Kisha këmisha. Sot do ta merrnim. A kështu s'kemi gjatë. Pa I kishte do ta kthente on gazerm, on nuk e di, do ta shpërfytyronte. Po. Se ishte një ai si ateist, ai që enverist, desha të bëj perëndia I vet. Kështu mos më fol për Enver Hoxhën se rrezik ma në armë dhe vras në Enver Hoxhë tjetër. Profesor, të presin shumë lexues këtu, ke takuar shumë për lexues. Po, kam firmosur libra, kam bërë fotografi shumë. Cili ka qenë libri më I kërkuar për jush? Nuk kam statistika, po vura re këtë dukuri, dje në darkë, dikush bleu këtë librin Çadrat. Pasti, jo erë një 2-3 vete po shikonin, qa mori këtë Çadrat? Edhe ato të 3 morën Çadrat, një 10 vete morën Çadrat. Po, që jetë të unë do paguj dikë që të shket bëj si për blej libra. Ne morëm Çadrat sepse atë karikën edhe tensionin I lartë I kemi lexuar edhe Edhe delikatesë. Ti delikatesë. A delikatesë është libri që... Fjallurin erotik. Po, ai që I pari. Edhe letra Gesit, diçka ashtu? Po, jo, është për Gesin, është një libër kur dhimbja fal lumturi. Kur dhimbja fal dhimbja që ndjen kur shikon dhimbja që ndjen prindi me fëmijë autik. Kur shikon që ai po ecën ca hapa, përpara, ndihet I lumtur. Kur ai thot diçka logjike, ndihet I lumtur. Dhimbja e madhe që kemi kthehet në lumturi. Ne si çift prindit e tij. Por jeta është e tillë që ka shumë fëmijë autike dhe shumë prindër që nuk janë të lumtur. Libri juaj I ka ndihmuar shumë. Libri më ka bërë më të fortë, sepse kam zbutur dhimbjen time. Nuk jam dëshpëruar, luftoj. Bëjmos që të kryej detyrën time si prindër dhe si qenie njerëzore. Po, keni diçka në dorë, shkruani apo përktheni diçka? Tashi nuk përshkruaj se as nuk përkthej, për bëj një pushim se kam kohë që të shkruarit është shumë I lodhshëm. Se s'mund të shkruaj çfarë të mvi mendje në atë çast. Truri është një laborator ku të shkruarit dhe të folrit kanë vendin e tyre. Kështu që përpiqem të respektoj, përpiqem të mos e mërzis, po mos e zhgënjej lexuesin. Më mirë ta gënjej se ta zhgënjej. Po luaj me fjalët, ë? I kap gjithmonë mirë nuancat e fjalës. Po, e kam tërshikimi nga Imat. Imat ishte një fantazist I gjallë. Edhe
kishe talent, ai shkruante, ishte gazetar, kishte bërë 2 libra të kohës kur flet për luftën që kishte bërë ai, luftën nacionale shqiptare. Kurse vullnetin e ka marrë nga MMA, që ishte Mbesa Spirozekës, e piktorit të rilindjes Spirozekës, piktor ka bërë një piktur Qeta e Shahin Matraku në kohën e rilindjesve. Rilindjesve e kohës Turqisë, kur sultani turk i atërshëm ndaloi të shkruarit shqip. Dhe në kohën tonë, kur erdhi këtu dikuri Erdogani, kryebashkiaku ynë i hodhi një mbules Skënderbeu, se mos thyej ai. Çfarë bashkiaku? Çfarë turpi? Nese. Kaq. Faleminderit. Edhe jam i lumtur që ju takova juve këtu. Gjithashtu edhe ne të presim në Shkup dhe Tetov. Faleminderit. Mund t'i përshëndesësh të gjithë shqiptarët atje që të njohin shumë mirë. Po sigurisht që i përshëndes gjithë shqiptarët që më njohin mirë dhe që me pritjen e tyre, me ata që presin ata të ju sjellun, të më bëjmë pyetje sa më shumë. Patjetër, faleminderit. Këtu kemi një blerëse librash. Është Nora, nga Kumanova. Përshëndetje, edhe ka ardhur pashtu të pres një nënshkrim nga shkrimtari dhe përkthyesi Edmond Tupja. Më thuaj, se ke bler gjithë këto libra, a mendon se s'do vish më në Shqipëri? Jo, zakonisht vi, po tentoj kështu të kem rezerva për tër vitin, ashtu, jam lexuese e rregull, pa prandaj. Çfarë librash ke marrë? Kam marrë të ndryshme, po kryesisht janë që në sferën e muzikës më shumë. I fundit është edhe Vikama e Tingullit nga Vera Ibrahimi për kompozitorin Fehmi Ibrahimi, kështu që të tillë. Vetëm ka ardhur apo me shoqëri? Jo, me prindrit jam kësaj here. Shumë mirë, shumë bukur. Po mirë, tani po nënshkruajmë një libër nga Edmond Tupja, si e nje, nga e nje? Sepse po shoh që pret dhe nënshkrimin të marrësh. Po, profesori realisht çdo vit që vi në Panajër tentoj ta gjej që të më jap autograf për çdo cilin libër që mund ta gjej nga profesori, kështu që nga ajo. Panajërin përgjithësisht si të duk? Mirë shumë. Na mungon neve një panajër kështu apo jo? Absolutisht që po. Neve jemi ashtu minimal edhe nuk kemi në gjuhë shqipe. As librari, as asgjë. Nuk e them këtë për të demotivu lexuesit, po që ndoshta për ta nxit pak atë vetëdijsimin për lexim. Patjetër. Vjoca, do kishim dashur të kishim dhe ne një panajër kështu, po ndoshta e bëjmë, mos t'i humbasim shpresën. Kemi provuar disa herë, nuk kemi qenë keq. Në vitet 90 ka pasur dje kujtuam panajëret e viteve 90 që ishin shumë të mira, që njerëzit merrnin libra me thas, vinin shumë botues nga Tirana, po kur filluan të reduktuan botuesit, ardhjet e botuesve nga Tirana, filloi ra edhe numri i lexuesve, vizitorëve dhe panajëri mori një fytyrë tjetër. Jemi në përpjekje për ta rikthyer, sepse kemi kapacitete, ja kemi lexuese të denja që presin ta kenë panajërin më afër, por gjithsesi prap rrugët do të na çojnë në Tiranë, sepse atë dhe atë kemi, Shqipërinë. E kështu që mendoj se një panajër i mirë nuk do t'i bën të hije, por do t'ishte ajo goma që do t'a mbante lart panajërin qendror, që kemi panajërin e Tiranës, po ne nuk heqim dorë nga përpjekja për bërë panajërin edhe në Tetov, në Shkup, pse jo në Kumanova aty te ju, sepse kemi lexues, kemi vajza djem të mirë, fatosa yllka që rriten e presin të bëjnë lexues. Në fakt ne kemi takuar shumë lexues nga Maqedonia, ja tani rastësisht në radhë po prisnin te profesor Tupja, 3 njerëz nga Maqedonia. Nga Kumanova, Tetova, unë Tetova dhe Shkupi. Nora, çfarë je me profesion? Muzikologe. Muzikologe, po. Cili është libri që do ta lexosh parin kur shkosh shtëpi? Të parin do e filloj të Vera Ibrahimit për Fehmi Ibrahimin, po Vikama e Tingullit. Ajo është i pari në listë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.